Përmbyset historia e Martin Çeços. Gjykata e Apelit prish vendimin e dënimit për 4 të pandehurit. Çështja në gjykim për vrasjen e Martin Çeços mbrëmjen e 12 qershorit 2022 ka marrë një tjetër rrjedhë në 3 vjetorin e ngjarjes. Gjykata e Apelit e Juridiksionit Përgjithshëm Tiranë, me trup gjykuese relatore Marcela Pepi dhe antar Genti Dokollari dhe Irena Brahimi, ka vendosur sot me datë 24 qershor 2025 në bazë të nenit 428 Kodit Procedurës Penale, prishjen e vendimit gjykatës së shkallës së parë të Juridiksionit Përgjithshëm Korçë dhe kthimin e akteve për gjykim të njëjtës gjykatë me tjetër trup gjykuese. Kundër këtij vendimi, lejohet rekurs brenda 45 ditëve nga e nesërmja e komunikimit të vendimit të arsyetuar. Ky vendim vjen një javë pas një seance prej më shumë se 3 orësh të zhvilluar në këtë gjykatë, ku avokatët e 4 pandehurve Valter Mollaj, Edlir Mollaj, Bledi Angjo dhe Martina Pajollari parashtruan argumentet e tyre dhe pretendimet rreth parregullsive në shkallën e parë në gjykatën e Korçës, duke konsideruar procesin e zhvilluar nga treshja gjykuese e Korçës, Lulieta Kole, Glantina Mikani dhe Gentiana Shugullari, tërësisht në shkelje të gjithë procedurave ligjore. Ndërsa prokurori i Apelit, Kleanth Zeka, kundërshtoi mbrojtjen gjatë seancës së datës 17 qershor, duke deklaruar se çështja ishte komplekse me një natyrë dhe me problematika të vështira. Sipas tij, çështja është voluminoze dhe nuk mund të shpjegohej çdo gjë me hollësi. Sipas prokurorit, për organin e akuzës ka qenë e mjaftueshme të kapërcet pragu i të dhënave të mjaftueshme. Gjykata e Korçës me datën 10 shkurt 2025 ka marrë vendim për çështjen në gjykim për vrasjen e Martin Çeços. Në total ka dhënë vendime 83 vite burg, duke ju përmbajtur me përpikmëri kërkesës së prokurorisë. Dënim që tashmë është bërë pas vendimit të Apelit. Ky vendim parashikonte deklarim fajtor të pandehurit Valter Mollaj për kryerjen e veprës penale, vrasja me paramendim në bashkëpunim, dënimin e tij me 25 vite burgim. Deklarimin fajtor të pandehurit Edlir Mollaj për kryerjen e veprës penale, vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim dhe dënimin e tij me 23 vite burgim. Deklarim fajtor të pandehurit Bledi Angjo për kryerjen e veprës penale, vrasja me paramendim e kryer në bashkëpunim dhe dënimin e tij me 15 vite burgim. Deklarimin fajtore të pandehures Martina Pajollari për kryerjen e veprës penale, vrasje me paramendim në bashkëpunim dhe dënimin e saj me 20 vite burgim. Vendimi ditën e sotme u prit me emocione dhe habi nga palët në procesin gjyqësor. Babai Martin Çeços u shpreh dakord për rigjykimin e çështjes në shkallën e parë. Çfarë vendosi gjykata në zot? Po, troqja të vendimin. Vendosi gjë. Gruaja Valter Mollaj, si e pritet vendimin e gjykatës? Shumë mirë. Vetëm drejtësinë e burrit, se ka 3 vjet po tretet kot. Kam besim të gjykata Apelit. Jam shumë e ashtu, tash nuk di qartë. Jeni emocionuar, në shoh për lodër. Shumë. 3 vjet, shumë lot janë të një papajsi. Të gjithë bëjnë burim, pa bërë papajsi 3 vjet. Ndërkohë, kush ju njoftoi për vendimin? La vetëm gjykata. Ishe aty e pranishme, çfarë tha gjykata? E rëzovi vendimin e shkallës parë. Do rishqyrtohet. Po, do shkoj prapë për të gjykim çështja. Çfarë prisni në shkallën e parë? Ta fitojnë papajsi. Vetëm drejtësi dua. Asgjë tjetër. Për Tina Pajollarin, çfarë vendosi gjykata? Keni qenë Gjykata vendosi kthim në çështjes për gjykim në shkallë të parë me tjetër prokuroris. ku keni konsistuar në argumentimin tuaj për Tina Pajollarin? Se ne kemi dëgjuar deri më sot argumentimin për Valter Mollaj dhe Edlir Mollaj dhe Bledi Angjo. Sistemi jonë për Tina Pajollarin ka të bëjë me faktin pasi pretendohet që ka komunikuar në Facebook me viktimën, ndërkohë që viktima ka komunikuar me tjetër Tina, dhe Tina Plepi dhe jo Tina Pajollari.
që ka komunikuar ditën që referohet ditë e vrasjes së viktimës, ndërkohë që Tina Pajollari përveç se një ftesë në Facebook nuk ka asnjë kontakt as në rrjetet sociale dhe as në rrjetin GSM. Po pse ka bërë ato deklarime, të cilat kanë qenë prova e fortë e prokurorisë Korçës në shkallën e parë? Deklarimet e saj thotë se janë marrë në kushte presioni dhe nuk janë absolutisht vërtet ato deklarime që janë postuluar nga ana e policisë gjatë fazës time paraprake. Dhe këto deklarime janë marrë pa i siguruar, edhe pse pretendohet që është mbështetja semëletiv, nuk e siguruar as mbrojtje dhe as është pyetur ndonjëherë me cilësinë e personit e tim. Nuk e pyetur gjithnjë si deklaruese. Sipas jush Tina Pajollari, është mollësherje apo s'është mollësherje këtij konflikti? Dhe nuk është. Po mua gjithë konfliktet në konflikt justicës për të gjetur disa viktima për t'i quajtur autor, kur nuk rezulton me provat e dosjes, nuk ka gjithë fare në autorsinë e këtyre shtetat. Tina Pajollari ku ka qenë atë natë? Ka qenë në banesën e saj në shtëpi. Po pse i ka dhënë këto emra? Pra pse ka dalë ke këto emra? Apo është presioni? Këto mbase presioni. Ajo sipas deklarimit saj që bëri edhe këtu para gjykatës apelit deklaron që kanë mbajtur në hotelet e qytetit të Korçës, në hotelet para drejtorisë policisë. Këto janë normale për një tim korrekt aty. Na rezulton që gjykata e apelit ka vendosur që ta prish vendimin në shkallës parë të gjykatës Korçës dhe ta rikthej për rigjykim të gjithë çështjen, duke pretenduar që të marrin në konsiderat të gjitha ato që kanë ngritur pala tjetër, por dhe ato pretendime që ju keni ngritur për përfshirjen e personave të tjerë që ju dyshoni në këtë ngjarje. Çfarë doni konkretisht? Ata duan edhe ata të dalin ata, të zbulohen. Ata që kemi dyshime që kanë vafosur, kanë që ne Rezado Kolli. Ata që kanë denoncuar unë. Si ju duket ky vendim i gjykatës? Për ta rikthyer edhe një herë për rigjykim. Kjo më duket shumë e drejtë mua. Shumë e drejtë më duket kjo rikthimi. Përse ju duket shumë e drejtë? Po më duket se dalin edhe të tjerë veç këtyre. A ka ndonjë gjë tjetër që mund të dalë si provë re? Ka. Kush e ka ndjer djalin e kush në fshat ka, unë të thashë. Dyshoni për një person në fshat? Dyshoj. Se vetë nuk dilte. Nuk dilte? Jo, nuk dilte vetë. Ata e kanë ndjer në pritë. Po kush mund ta ketë zgjerë prit? Ju keni folur kohë më parë për situata, për gjendje, kush mund ta ketë zgjerë? Ata Rezado Kolli me shokët, që foli atje 5-6 orë në ula si të kam thënë në qeshitë. Kur ka folur Rezado Kolli, ju kujtohet do të sot? Pas 2 javë pa të beshë ngjarja. Po mirë, Rezado Kolli ju thoni ka qenë Kolanec, ndërsa me sistem Teams del që është në Greqi. Ndërkohë numri i telefonit Rezado Kollit del që atë natë ka qenë në Kolanec. Keni parë ju Rezado Kollin atë natë në Kolanec? Keni parë ju ndonjë person të dyshimt atë natë në Kolanec? Jo, s'kemi parë. Po që unë dyshoj nga jo që foli 5-6 orë në atje në qeshi, si të kam thënë. Po. Edhe ati kam zeduar është lidhur që jo të ta sjellë kështu, të ta bëj kështu, e gënjevi djalin, mi tha djalit, çfarë folën me ata? Hiç me babi asgjë, tha. Edhe kishe një sekretu që tha asgjë me babi, tha, nuk fola. Kush është sekreti? Po sekreti s'foli djali, nuk foli djali. Ju më thatë pak më përpara se doni t'i drejtoni të gjykatës 2 pyetje, po? Dhe nëse ju do t'ju arrinin t'u përgjigjeshin për 2 pyetje që kishit, do t'i... Të t'i lironja që sa shumë, nëse i kishte të sakta do t'i 2 pyetje. Do t'i konsiderojt pafajshëm? Apo do t'i lirojë, se kuptova? Do t'i lironja nëse ishin të drejta ato, unë t'a thash që s'fanë atje. Me pyte ato, qarë pa t'i faj djali që e masakruan, këte. Me thoshe këte, pa t'i faj djali. Po pyetje tjetër? Apo do... Një ditë para krimit, ku vajtë angre drekën, edhe si të qaruan e ta shokët që me një fshat ulisë s'ban. Martini? Jo, këta, ku vanë një ditë para ngjarjes, se ta bëni skeme krimit.
Në ditë para ngjarjes që vajtë këta. Që nga në drejt nga familja, unë ta dinë e cila familje ka qenë. Pra ju pretendoni se këta kanë ngrënë drek Po si, ore? këta autor. Dhe kanë thënë vetë këta me gojnë e tia. Kur e kanë thënë se këto i kanë qëndruar versionit, paktën 2 kushrinj të mëdha i kanë qëndruar versionit se nuk kanë qenë asnjëherë në Kolanec, gjatë gjithë Po gjykimit. se kanë mohuar vetë këta. Që kanë qenë një ditë para ngjarjes me një drejt, kemi ngrënë një drejt Kolanec. E kanë thënë? E kanë thënë Po këta. ku, se gjeja të proces verbal, zoti Nevzat. Mi ka mundë në kartë, ka dhe klarida ato kartat që thonë. Kur të vi në Kolanec, do mi gjesh të letra që ta provojmë? Po tash, onë të klaridës janë që ka 120 faqe klarida. Edhe një 70-80 i ka mundë. Pra ju pretendoni që këta janë apo nuk janë autor? Edhe në atë familje që ka vajtër, kë ka ndihmuar e rrezitë këtë shpem djalën atje në pritë. Ta kenë shkon në prit. Ta kishme se s'ben. Po mirë. Dhe sa u fol. Pasaj ku bëj kërcënim, atë tha oj që në falë më shperen, do të mbuluar, tha, se t'jaj del make. Ku e din të, ku e një nja unë nga pari atë, të më një të mua. Ku është ky fshat që s'na del në... Asu më se di, Ku është kjo se nga fare? bije një që janë këta. Këto janë nga Mariani. E nga Mariani, asu më se di se nga bije. Ta që kësim një ka mua, që aqë fuqi pas kam. Ha, jam thoi mua t'i këta. Zoti, Falë shire që isha i do më tonë, që aqë delman këti mos mërë pjesë. do të bëj një pyetje tjetër, telefonata e dytë fill pas asaj me një vajzë, me një zë femre, apo jo? Që ishte një Tina. Po, A e kanë përmendur këta persona emrin e Tina Pajollarit, apo i kanë thënë Martinit hajde pindo një kafe, kanë bërë zërin si femër dhe e kanë kërcënuar? bashkë të do dhe femra, Aha. që kam thënë. Jo, I tha edhe këta kjo, Tina Pajllari. Të keqen motra, tha, të keqen motra, tha, mos më mërë të në telefon, se e di që kam ja asaj, e kam pajisën e prindve, tha unë, tha. Të të marrë nesër 90. Kupton ti? Për me darë ku bë krimi. Si tha jo, nesër 90 të të pasi marrë mbylli unë. këtë telefonat, ju keni thënë që ka fol e ka marrë një mashkull, apo jo? E mori ky pari, pasaj e mori Tina Pajllari. Po ju këtë që e ka marrë pastaj Tina Pajollari, po e thoni sot për herë të parë, se s'e keni thënë më përpara. Jo, e kam, jo, po ajo ishte. Kur keni folur për herë të parë, zoti Nevzat, keni thënë telefonata e dytë ka qenë kërcënuese ndaj Martinit, por Kërcënuese, po ke mori me të mirë, ke mori me të mirë. E mori me të mirë me tafu. Telefonata sot ju thoni në orën 8 i qere ka ndodhur? Po, Po mirë, se prokuroria sipas jush, si e arsyetoni këtë që prokuroria i ka qëndruar versionit të parë që ju keni thënë, orës 11. mu prish me, jo më 11, që unë thash 90, po mu prish me ndja mua. Avokat Esmeralda Xhafa ka përfaqësuar shtetasin Leti Anglo, i cili ka qenë dënuar nga gjykata e shkallës parë Koç për vrasjen e shtetasit. Është dënuar për vrasjen e shtetasit Martin Qetë. Po, ju s'keni qenë në shkallën e parë. Çfarë keni pretenduar? Në shkallës parë, pasi kam hyrë rishta si gjykim, ajo çka unë kam pretenduar edhe në ankim që besoj se do vlerësohet edhe nga ana e gjykatës në dhënien dhe lënien e detyrave për gjykimin gjykatën e shkallës parë, ka të bëjë me gjendjen mendore dhe me shëndetin mendor të shtetasit Leti Anglo, i cili është një person që nuk di shkrim e këndim, ka asnjë klasë shkollë, dhe është i provuar me akt ekspertimi në lidhje me gjendjen e tij mendore, ku është diagnostikuar me prapambetje mendore. Po ka dy deklarime që prokuroria e Korçës i ka marrë në konsiderat si prove fort dhe të cilat sipas saj lidhen drejt për drejt me deklarimet e Tina Pajollarit, Martina Pajollarit. Tani ky proces ka patur problematika për sa i përket fazës së hetimit dhe fazës së gjykimit, prandaj edhe sot gjykata e apelit disponoi me prishjen e vendimit dhe gjykimin për gjykim. E para, shtetësia Martina Pajollari ka deklaruar se këto deklarime janë marrë në kërcënim, është mbajtur në hotel nga ana e policisë, kurse shteti Leti Anglo, nga mënyra e artikulimit, nga prapambetja e tij mendore dhe nga gjitha rrethanat e tjera, kurse si nuk mund të ketë dhënë ato deklarime që janë administruar nga ana e policisë dhe mbas janë marrë në shqyrtim në cilësinë e provës nga ana e gjykatës. Po firmat, kush i ka hedhë? Është arritur të zbulohet, do bëni kallëzim për këtë? Shtetasi Leti Anglo nuk di shkrim e këndim.
Ai firmos duke bërë një shënim në fund të fletës, por nuk mund shkruaj dot as emrin dhe as mbiemrin. Si e thot procedura? Duhet ta lexoj, duhet ta firmoj, duhet ta shkruaj emrin vet? Duhet të lexohet edhe duhet t'i komunikohet dhe në prani të një njeriu të besuar apo një personi të pranishëm që të jetë atje në momentin kur ati i lexohet. Kjo nuk është bërë. Se ka qenë avokati i mparshëm në proces, besoj se ato deklarime dhe i kam bindjen që nuk janë dhe nga shteta si Kreti Angjo, por janë pashkangjitur deklarimit shtetases Martina Pajollari për ta bërë fabulën në të besueshme. Pasi nga ajo që kam parë në dosje, unë besoj se këta nuk janë autorët e asaj vrasje. Po mirë, nëse është kështu siç thoni ju, atëherë ka shpërdorim detyre nga hetuesit sipas vlerësimit tuaj profesional dhe juridik? Atë vlerëson prokuroria, ne dyshojmë se mund të jemi para rasteve të shpërdorimit detyrës nga ana oficiale. Po roli i avokatit, kush ka qenë? Sepse ka insistuar deri në fund avokati më parshëm se Bledi Angjo ka marrë pjesë në krim, por s'ka goditur, ka qenë i pranishëm dhe e kanë detyruar të marrë pjesë dhe të shkojnë kolanet. Rolin e avokatit duhet pyetet avokati, nuk të jap dot opinion. Por ju keni qëndrim totalisht ndryshëm. Totalisht të ndryshëm dhe qëndrimi i mundur nga vendimi i gjykatës së apelit. Çfarë prisni nga shkalla e parë? Të jepet drejtësia pasi në fundit ka humbur jetën një njeri dhe duhet të vjen para drejtësisë autorët dhe jo të marrin persona të cilët s'kan lidhje me ngjarjen dhe t'i dënojnë. Pasi detyra e drejtësisë është për të zbuluar autorët dhe jo për të dënuar njerëz, qoftë ata të pafajshëm. Atëherë, zoti Nevzat, a mund na sqarosh edhe një herë të lutem saktësisht sa ka qenë ora dhe a ka qenë ditë apo natë kur është bërë telefonata e fundit? 8 qere ka qenë. Ka qenë pa u errër mirë? Pa u errër mirë. Po atëherë përse e keni deklaruar herën e parë se ka qenë ora 11? Po mu prish mendja nga deklarimi që nda kërcënuar, mu prish mendja dhe ja futa orës kot. Ma mendja futa orës. Po mirë, nisur nga ky deklarimi juaj i parë i orës 11, prokuroria ka ngritur të gjithë fabulën duke thënë që telefonata e fundit është bërë në orën 11 të natës. Telefonata e fundit me Walter Mollajn është bërë në orën 11 të natës. Taku. Po. Do ta them në gjë se kam thënë fare. Po. Do ta them troç. Po. I rash rezervuar që shkova anë mban, në qoshe të rezervuat ishin të Adriza, atje zgjadhja. Dhe gjova një zhurmë atje të mbytur. Portiste, qa ishte? Jo, bu e bënde kështu, po në thashtë mos në njari. Edhe mora dinë e do se i kam me vrapë dhe shojt ati të mos më ditë ariu. Ata në dritë nuk e njënë ata atje. Këtë të ariut ju e keni thënë dhe më përpara dhe keni thënë që ju nuk keni frikë nga ariu se jeni përleshur më përpara me ariu. E po thash dhije tash unë. Ati kishe zhurmë taku, në qoshe të rezervuaj të në të lajthi. Po. Edhe unë i kam me vrap të pjetë. Në qa ore? Ka qenë pa u errur mirë? U erë pasaj. U erë pasaj. Ju jeni futur në ujë, zotin Nevzat, jeni futur në ujë. Që herën e parë, kur keni shkuar tek rezervuari apo herën e dytë, që jeni futur deri në brez? Herën e parë, herën e dytë, që shavare, dhe shumë ndofta oj që kanë betur mbrapa, dhe të para, të kaloj shavare dhe gjerë këtu në rezervuar unë. Ase i që ka gjerë. Pak dhe i mirë prapë, sa vajta i rashe rezervuajta në mbanë, a i që ka prapë s'kishte. S'ishin ato shaka? Të ke vajtë në Klarida, në Tiranë. Po mirë, ju keni dëgjuar kërcënim dhe ju më keni thënë mua që morët motorsekën me idenë që ta mbronit dhe pastaj të njoftonit këshillin. Apo jo? Shiko një rreth të shpisë, më jam do se vjen në këshilli. Mi bëna të kohë djali kishte ikur, kishte veç rejtë ka të kishte ikur. Po mirë, kur u kthyet herën e dytë, nuk patët mundësi ta njoftonit as kryeplakun e fshatit, as policin? Kisha një dy shok maliq. Po. Ma në unë e djalit, e i tha, shiko ma qik thash me birë, thash, mos i ngrijet numri i djalit. Zatë këta nuk i ngrijet fare, tha. A të natë? Apo të nesër? Dinë e dytë në mëngjes. Po. Po se kam iku kam shënfallu, nga jo nuk u dëracova. Djalit të të vi, sot 20.000 i dhash asaj në te, 20.000 te. Djalit të të vi, jo sot o nesëm, tha, ma përshon nga Afrika. Nga kjo shkova unë.
Zotin Elvzat, po pse pikërisht fallgjoren dhe jo policin? Pse për të mos besuar tek policia dhe tek... E po thash kush e di mos e gjejnë ato ta kërkoj. Edhe të bëj edhe një pyetje tjetër sërish ta kam bërë. Përse autorët e kanë vrarë në të njëjtën mënyrë që Martini ka deklaruar se do vetë vritej në rezervuar? A di pse? Ha. Ata i kishin kërcënuar, i kishin thënë kështu. Pastaj nuk dhe djali për dru. 2 muaj rrish djali. Ku do i të vesh i kishin thënë të ta bëjmë ishin kaq, kishte do të gjejmë, ndash për dru, ndash nga Kosha, ndash nga Maliqi. Po mirë, nga e dinin ato që djali donte të vetë mbytej. Nga e dinin ata. Këtë kam thënë unë. Nga e dinin ata. Se më tha prokurorja Koshën. Po. Ne vëzatë të vajtë kërkojnë nga rezervuari. Po më tha dyrë me birë, thash i do mbytem. Ky dha para që thoshëm nga jo vajta unë rezervuar që e kërkova djalën. Nuk më shkon të dërmend fare për këta mua. Po mirë. Edhe po ti isha shu, që ti isha ta në zhurmë atje, unë do mërnja me qifte, kam ta shok, të ta rrethonim atje në të. Ku një gjem një shkreti? Si tira ata shokët? Atë natë. Si tira ata shokët? Me qifte. Po nuk i thira se kjo, i kisha mendin të mbyt vetë djali, atë dinja se i qariu, se mbyt vetë. Po ti qa shumë të dinja, ata kanë 100% atje. Që është të rezervuar, ke pasysh ti, pa ylmin ajo rruga shullak. Po. Hajde në dinja. Përse si pasysh e mbytën? Fillimisht me lak dhe pastaj me e hodhën në ujë. Dhe pse se në armë po flas? Ata e dini. Martini sa herë kishte deklaruar që donte të vetë mbytej? 2 herë. Po përse? Po të me të gjemë babi, e o mirë tha mua tha. Po për leka me taku një, e leka cënoni ta. Lele pëshertin dhe. Qa ke me mua me babi, qa ke dhe, lemi në atë kaj. Po si ti thoshe më bësaj. Qecat e motorit, i ke hapur shalën e motorit? E hapa shalën e motorit. Qa gjede aty? Ja, zingjiri që kapte rotën në brapa. Po atë kanaqën, a do t'ja dorëzosh prokurorisë dhe policisë? T'ja marrësh vllajt që ja ke dhënë? Me leka. Atë që... Ja marrë vllajt ata. Do t'ja marrësh? Ja marrë. A mund t'ketë fshehur ndonjë gjë tjetër Martini, ndonjë gjë që ende s'është zbuluar, që s'ka dashur të ta tregoj dhe ty? Ja vetëm Çelsat. Po pasaporta ku është zoti? Pasaporta se gjeta. Po të kërkosh, mund ta gjesh? Jo, nuk e gjem dot. Nuk e gjem. Nuk lash vend. As telefonin? Jo. Telefonin e kam marrë, u bënte dritë ja. Mos vaqa gjallë në shtëpi. U bënte dritë për nga dajmanit që shka shi. Se besovi i shkreti. Po, pyetja tjetër që bëjnë njerëzit kur kanë parë intervistën tënde thonë, përse nuk i ka rënë gjithë rezervuarit rreth rrotull? Nuk i rase, po të vitet të mbyqe, thash në aty do të mbyqe, thash unë. Se nuk ka vajtur ke projë lëpushës kur është gjetë trupi? Po të vitet mbyqe vetë, nuk do vitet nga projë lëpushës, aty do ishe edhe. Po mirë, atë natë ti nuk e dyshuar që mund ta kenë vrarë? Jo, fare. Atë natë po të dyshoja unë që ata kisha kapur atje. Atë natë i bie pra që ti ke dyshuar vetëm që Martini mund të jetë vetë mbytur. Po s'mbyqe vetë. Ë? Po s'mbyqe vetë. Po me shapka, si ka mundësi edhe një pyetje tjetër. Si ka mundësi ka ikur ai me shapka dhe ti e ke ndjekur nga brava me këpucë? A mund ta kapje ti ai me shapka? Jo, nuk e kap një do se unë shikova uret. Në një anë qerekore shikova uret, e kam goxha uret. Ta shpi mbas pisimet vjeta i shikova prap. A ke ndonjë gjë tjetër që ke harruar pa thënë që mund ta kujtosh, që s'ma ke thënë ndonjëherë siç më the sot, ndonjë gjë me rëndësi, që mund ta zbarë ngjarjen dhe që mund të ta çoj shpirtin e Martinit në paqe? Te sa këtu unë. Këtë që arrin të çufu edhe ika. Po ndonjë gjë tjetër që mund të jo bëna pas kaptikaso thari. Po mirë, o zoti Nevzat, pyetja fundit. Nëse ka ndodhur tete i çerek dhe prokuroria thot ata janë nisur në orën 11 nga Mariani dhe i bie që me rregull duhet rreth orës 1 apo 2 të kenë rritur në Kolanet. Ku ka qëndruar Martini për gjithë këto orë? Ku vim me Dajmanit që i ka pritur? I ka pritur me Martini? I ka pritur atë ja. Po mirë, nuk rezulton që Martini të ketë folur më në telefon përveç asaj telefonate që ka me 3 djemtë e Blacës. Me këta? Me 3 djemtë e Blacës, me njëri prej tyre njipima i Rezardo Kollit. Atë nuk e di. Si ka mundësi që nuk del ky fakt aty? Atë nuk e di. Po mirë, nëse i ka pritur Martini për 4-5 orë, po e bëjmë supozim, por se nuk arritët do ta gjendit ju? Ai vendi që do takoshe ky është larg. E le rezervuan nga fundi, nga në diellit,
edhe është kufi me Dajmanesni. Sot, për shembull që ka ndodhur kështu, a jeni i penduar që si keni rënë rezervuarit rreth e rrotull se mund ta kishit gjetur Martinin? Nuk kam betur këtu, se u dha që më shumë në drejtë. Po thashë, do më janë shokë me qifte, që ti rrethonim atje. Çfarë kërkoni nga gjykata e Korçës tani që do ta rigjykojë çështën? Me gjykata këtë do ta them troshtot. Po, drejt për drejt, të lutem sa më i sinqertë dhe i drejt për drejt. Me gjykata të dënohet maksimalisht ata, në qoftë se unë të shkoj i qenë e djali nuk kam që do me jetën. Ta them troç, në qoftë se legjizion drejtësia, unë do marrak në ta. Nuk e le pa marrak një me një. Familja time porim me dhejda, atër porim me të kuqe, me të basha ta ku. Po këtë këtë s'kodi, se po të kishe faje, po hajde se pa t'i faje Mirja Benu, ta them troç, Mirja Benu. Për këtë fare. Faleminderit. Ja le të më thotë muaj, do t'i bënja pyetje, po më tha avukati, nëse a bëgoj, tha se do të dirë për jashta. Edhe bleqas më pyetje mua, si që pe as 2 minuta nuk dhe një. Shua ta. Po, ju thoni ka pas kallahuz në fshat? Ka pa 200% a shumë tha edhe i shokte. Martini kështë e frikë, sa unë e kështë shokë, të ishte në Greqia të re. Ate kam dhirë me vdatë, të thash unë e filani. Jo, pa ju e di që kushta, po ndërruar. Kur humbet një person, keni thirrë ju gjatë kohës që keni shkuar ta kërkoni te rezervuari? O Martin, keni thirrur? Kam thirrur gjatë rrugës të re. Gjithë kohës? Gjitha va të rezervuar. Si thrisjet? O Martin. Nuk merrje përgjigje? Jo. Gjitha va të rezervuar. Faleminderit shumë zotin Elzat, edhe do ta ndjekim së bashku sërish këtë çështje edhe në gjykatën e Korçës. Ju besoj do jeni pranishëm, siç më Ja, thatë, apo po jo? ti se unë jam këtu jo atje. Ta me një boble jashtë. Keni fjetur jashtë sa Janë në terminali, 2 ditë me radhë, s'meso. edhe herën e parë dhe tani. E të parë në dytë. Hajde bëjmë shikojmë plasë të janë aty. I ke atje, ë? Avokat, çau vendos për çështjen? Prisje e vendimit dhe kthim për gjykim. Ky është vendimi i treshës gjykuese? Vendimi ishte prisje e vendimit në katë shkallës parë Po. dhe kthimi i çështjes për gjykim. Tani do jetë gjykata e Korçës me trup tjetër Me tjetër. që do vendos dhe do ta shqyrtojë nga e para? Po, natyrisht pjesa arsyetruese tani duhet pritur çfarë, por në themel të prishjes në vlerësimin tim pasi referojmë dhe në seancën e kaluar, janë skelet e rënda procedurale të realizuara gjatë gjykimit të shkallës parë. Keni shpresë për në gjykatën e shkallës parë? Absolutisht po. Rishqyrtim gjyqësor do thotë që të Dhe duhet bëhet një proces i rregullt gjyqësor ku do merren parasysh dhe kërkesat tuaja? ajo i takon truput, ajo vendimarrja i takon truput gjyqësor që do të gjykojë çështën, por Po. në themel të këtij vendimi dhe ky vendim pa diskutim që do të lërë detyra dhe do të jap zgjidhje pretendimeve procedurale që ne kemi ngritur në gjykimin e apelit. Pas këtij vendimi, do të jetë interesante të shikohet se si do zhvillohet procesi gjyqësor dhe një herë nga e para në gjykatën e shkallës së parë Korçë, kur tashmë kërkesat të pandehurve do merren në konsiderat për një shqyrtim gjyqësor ku pretendimet e palëve do të vihen tashmë në baraspeshim dhe do ju jepet mundësia që t'u merren në konsiderat kërkesat. Deri atëherë, çështja e Martin Çeços mbetet sërish enigmë. Kush e vrau 26 vjeçarin Martin Çeço mbrëmjen e 12 qershorit në fshatin Kolanec të Maliqit, një ngjarje e cila prej 3 vitesh, për shkak edhe të parregullsive dhe procesit të zhvilluar nga oficerët e policisë gjyqësore, ka patur pikpyetje dhe mistere të forta se nga kush është kryer. Këto pikpyetje erdhën për mënyrën se si u administruan provat, për mënyrën se si u tejkaluan dhe u anashkaluan prova e fakte me rëndësi të cilat mund të zbardhin përtej çdo dyshimi të arsyeshëm se kush ishte i përfshirë në të vërtetë në vrasjen e Martin Çeços dhe nëse ishin këta 4 pandehur, përse nuk u punua fort që ditët dhe javët e para që të dokumentohej siç duhej dhe përse nuk u dha mundësia që t'i drejtohej
kompanisë Meta, gjykata e Korçës dhe përse u arritën të firmoseshin proces verbale nga persona të pa identifikuar deri në këtë moment, të njerëzve dhe të pandehurve të cilët nuk din as të shkruajnë dhe as të lexojnë. Përse nuk u morën në konsiderat fakte e prova të tjera të cilat do ta zbardhin këtë ngjarje? Po sigurisht ne do presim zbardhjen e vendimit të arsyetuar të gjykatës së apelit se si e ka argumentuar ajo këtë vendim për prishjen e vendimit gjykatës shkallës parë Korçë për dënimin me 83 vite burg të katërt pandehurve dhe se si ajo e ka konstatuar dhe çfarë parregullsisht ka konstatuar gjykata apelit Tiranë në këtë çështje. Një çështje e cila do duhet të zbardhet dhe autorët dhe përgjegjësit e këtij krimi të vihen përpara përgjegjësisë dhe përpara drejtësisë. Po ashtu përpara përgjegjësisë dhe përpara drejtësisë duhet të vihen dhe ato oficerë të policisë gjyqësore, të cilët janë me emra, i kemi përmendur disa herë. Ajo prokurore e cila dha dorëheqjen, prokuroria e re e cila u mor me çështjen dhe ato 3 gjyqtarë të cilët refuzuan me kokë fortësi të pranonin, të shqyrtonin dhe të vinin përpara gjykatës, të dhëna të cilat nuk i shkonin për shtat versionit policisë, por ato refuzuan në mënyrë të qëllimshme, duke e ditur se po gabonin, për të mbrojtur njëri tjetrin në një sistem të kalbur drejtësie dhe institucionesh në qytetin e Korçës, i cili urojmë të rikuperohet, të rregullohet dhe drejtësia të vihet në vend për një çështje kaq sensitive sa ç'është ajo e vrasjes së 26 vjeçari. Rastet kur drejtësia është zvarritur, është keq përdorur apo nuk është dhënë për vrasje të ngjashme në qytetin e Korçës janë të shumta dhe të bëra publike, por sigurisht shumë në raste të tjera nuk janë bërë publike dhe ne si emision Uniko në sezonin e ardhshëm do ju informojmë dhe për këtë ngjarje, ku sërish janë të përfshirë të njëjtët emra, të njëjtët oficer policie, të njëjtët prokuror dhe çuditërisht të njëjtët gjyqtar. Për më shumë, presim vendimin e apelit dhe do ndjekim në dinamik se çfarë do ndodh në gjykatën e Korçës dhe a do ngrihet kjo gjykatë në lartësinë e detyrës kushtetuese që ka dhe ata gjyqtar që të zbardhin këtë ngjarje, të japin drejtësi, të ndëshkojnë autorët dhe shpirti i Martin Çeçës të prehet në paqe dhe autorët të marrin dëshkimin e merituar. Deklarimin që ka bërë gjatë kallëzimit në polici, Nevzat Çeço, me datën 15 qershor 2022, ora 18. Deklarimi i tij, në lidhje me largimin nga banesa të djalit tim, me datën 12 qershor 2022, rreth orës 23, dua të sqaroj si më poshtë vijon. Unë, siç e shpjegova dhe më sipër, jetoj së bashku me djalin në një banesë në fshatin Kolanec. Djali prej muajit janar të vitit 2022 donte të lidhej me një vajzë nga fshati Goskove Poshme, e cila me sa di unë quhej Tina Pajollari. Ajo punonte si shitse në një byrektore në qytetin e Korçës, përballë me stacionin e autobusit të Maliqit. Me sa di unë, njohja e djalit tim me Tinën ka ndodhur në këto rrethana. Një ditë nga muaji janar, data nuk më kujtohet, ka qenë djali së bashku me një shokun e tij nga fshati, i cili quhet Nevzat, i biri Ademit mbi emrin nuk jam mbajmend, ndërsa e joma quhet Fetije. Aktualisht kanë ikur nga Kolaneci dhe jetojnë në Blac të Pogradecit. Ata ishin të dy dhe kishin dashur të blinin byrek, dhe djali ishte shprehur Nevzatit se i pëlqente kjo vajza që shiste byrek. Martini u lut Nevzatit që t'i thoshte kësaj vajze se ai e pëlqente për këtë arsye. Nevzati e ka takuar vajzën aty për aty dhe ja ka thënë çfarë i tha Martini. Ajo i ishte përgjigjur se nuk kam nge tani, ndonjë ditë tjetër bisedojmë. Më pas Nevzati tha që të shkonin të dy së bashku në fshatin Goskov dhe të takonin babain e vajzës, të cilit unë nuk ja di emrin. Kështu bën. Të dy së bashku kanë shkuar në fshatin Goskov dhe kanë takuar babain e vajzës. Me sa më ka treguar djali, më pas i ati vajzës i kishte thënë se nuk ishte dakord për këtë lidhje, pasi ai e kishte vajzën me shkollë. Martini më tha pas disa kohësh se donte t'i thoshte vetë vajzës se mos pranonte vetë vajza. Pas kësaj,
Një farë kohë ndej një qetësi, por pas rreth 1 muaj e gjysmë ose 2 muaj, ajo filloi të dërgonte në rrjetet sociale fotografi me varre dhe shkruante me shkronja të zeza emrin e djalit. Ai qante dhe shqetësohej shumë. Djali thoshte të dua të kam shpirt, por ajo nuk kja pranonte. Kjo punë ka vazhduar deri ditën e diel datë 12 qershor 2022. Unë isha së bashku me djalin në dhomë dhe në një moment rreth orës 23 ka rënë zilja e telefonit celular. E hapi djali telefonin, unë dëgjova se djali i tha një zëri femre që ti më refuzove në byreçkat. Ajo i tha më fal. Pas kësaj i tha se mos ta merrte në telefon në darkë pasi ishte me prindërit, por ta merrte gjatë ditës. Djali i tha do të marrë në darkë. Ajo i tha mos të keqen në ke perëndi. Ajo më pas i tha se në telefon do të marr unë, jo kur të doj qefi ty. Martini më pas i tha se e donte me gjithë zemër. Ajo i tha se e dinte. Më pas djali i tha se do të shkonte tek dyqani ku ajo shiste byrek dhe do të pinte një kafe. Ajo më pas i tha se nuk kishte shanse të pinte kafe dhe Martini i tha se ai e donte, por ajo përsëri i tha se nuk ke shanse të pish kafe me mua. Pa i thënë as natën e mirë dhe asgjë, ajo e mbylli telefonin. Nuk vazhdoi as 2 minuta më shumë dhe ra përsëri telefoni dhe këtë radhë ishte një zë djali. Ai i tha djalit Lali si je? Djali nuk e njojti se kusht ishte. Ai më pas se pyeti djalin punon, a ke ndonjë lek? Djali ju përgjigj, sa vërtitem, mbledh lule. Ky person i tha më pas që do të shkojmë bashk dhe do të pim një kafe tek Panda. Në këtë moment, djali diçka kuptoi dhe u tërhoq duke i thënë se Lali, un kam punë, po me gjithë qef. Pas kësaj ky personi e ka sharë dhe e ka ofenduar nga nderi i familjes. Unë dëgjova se i tha që do të çaj me thik dhe do të fus 7 plumba mu në ball. Pas kësaj, ja kërkova celularin djalit dhe i thash çfarë ke me djalit. Ai më tha me zë të ndryshuar se xhaxhkë ti vetëm një plumb do. Pas kësaj thash djalit mbyllet celularin. Pas kësaj djali filloi të qante dhe më tha babkë nuk rroj dot më, të më vrasa hy. Unë i thash se nuk e bër gjë dhe se më ke mua. Pas kësaj, ai ka marrë me vete celularin dhe doli për jashta, pa më thënë se ku do shkonte. Ai kur doli nga banesa mbante veshur një bluzë sportive tutash me ngjyrë blu, e vija të kuqe si dhe me gri. Mbante veshur një palë shapka, pantallonat nuk jam mbaj mend se cilat kishte veshur. Unë pas kësaj kam pyetur në përkushërinë dhe të afërmit e mi, por asnjëri prej tyre nuk di gjë. Për këtë arsye, unë ditën e sotme kam ardhur pranë komisariatit të policisë Maliq për të bërë këtë kallëzim. Po jo, po ti thua jo, shtrembër jo, këpucët jo, qartë me tunë. Ja të ditë që ishe këtu në bufeja, ja këtu, e ishe qikë si ftohtë për jashta, e more këpucët e yre këtu, the nuk më bëjnë janë ftohtë shumë mu thanë duartë. Shumë prej thënjeve të babait Martinit ishin gjysmë të vërteta, e shumë prej tyre u vunë në sprovën e të vërtetuarit. Shumë prej tyre ishin të gabuara. Nevzat Çeço tha që djali dashuronte Tinën që punonte tek byrektoria e agjensisë në Korçë, por përtej çdo dyshimi, u provua se vajza e byrektorës quhej Bora dhe nuk e njihte fare dhe s'kishte lidhje me Tinën. Martini në të vërtetë dashuronte Borën, por identitetin e të cilës me qëllim ja kishin dhënë gabim si Tina Pajollari. Babai pretendon se atë natë, djali, përpara se të largohej nga shtëpia, kishte folur me Tina Pajollarin e byrektores dhe më pas me një mashkull që pasi e kishte ftuar për tek lokal Panda në Korçë për të pirë kafe, duke dhe ndryshuar zërin, e kishte kërcënuar se do ta vriste. Madje, sipas Nevzatit, kishte kërcënuar dhe këtë të fundit. Nevzati pretendoi se personi që i kishte dhënë emrin e Tinës është një shtetas me emrin Nevzat. Në të vërtetë, emisioni Uniko mësoi në atë kohë se bëhej fjalë për Rezard Dokolli nga Kolaneci dhe banues në fshatin Blace Pogradecit, shok i viktimës, i cili, madje në intervistën që i morëm, mohoi dhe zërin e tij në një video që viktima i kishte regjistruar atij në janar të vitit 2022, teksa e pyeste për vajzën e byrektorës. Si të ti ke, Në hapit në një ju. E ti e bërë të qupën që të shumë. Policia doli në përfundimin se atë natë, Martini nuk ka folur me vajzën e byrektorës. Ai ka folur me Martina Pajollarin
e cila njihet me emrin Tina Pajollari nga fshati Marian, që ndodhet më shumë se 2 orë e gjysmë me makinë larg nga Kolaneci, si dhe fill pas telefonatës me të sipas policisë, kishte folur me shtetasin Walter Mollaj, nga i njëjti fshat. Me gjithë premtimet se kishte prova të pakundërshtueshme, të version policia u detyrua ta pranonte në përfundim të hetimeve se e mbështeste vetëm në indicje, asnjë fakt i vetëm, i drejt për drejt, apo i torthort, nuk provonte se Martin Çeço kishte folur nëpërmjet Facebookut apo me telefon me këta 2 persona atë natë. Megjithse nuk kishte prova, policia dhe prokuroria e Korçës refuzoi në mënyrë sistematike dhe kokfort që t'i drejtohej kompanisë Meta që ka në pronësi Facebookun që të zbardhte enigmën dhe të kishte më të lehtë për të provuar fajësinë dhe autorsinë e krimit. Ajo ku mbështetej ishin dëshmitë e marra nën kërcënimin dhe dhunën ndaj Tina Pajollarit. Dëshmi të cilat nuk përputheshin gjithsesi askund me të dhënat faktike të zbuluara, si dhe dëshminë e manipuluar dhe të suggestionuar të Bledi Angjës, që s'di as të shkruaj dhe as të lexoj, dhe që në një prej seancave të gjyqit ka mohuar ato që ishin shkruar si thënie të tij. Por atëherë më kishte folur valla të mbrëmje Martin Çeço, dhe a kishte folur në të vërtet me njeri atë mbrëmje? Përgjigjen e parë e ka dhënë në dosjen hetimore policia, që thotë se nga numri i telefonit në përdorim të Martin Çeços, atë ditë ishte bërë vetëm një thirrje hyrëse e më konkretisht në mbrëmje nga një numër shqiptar. Pronësinë e numrit dhe se kush ishte djali që kishte telefonuar Martinin atë mbrëmje, policia i mbajti top sekret, madje duke i u dhënë garancinë se nuk do të zbuloheshin asnjëherë dhe nuk do të shqetësoheshin nga askush për atë telefonat që kishin kryer në drejtim të Martinit në të ngrysur të datës 12 qershor 2022. Por ajo që duhet të provohej ishte nëse Martini kishte folur në të vërtetë nëpërmjet Messengerit të Facebookut me Tina Pajollarin apo me dikë tjetër, duke mos patur asnjë vullnet nga organi i akuzës për t'i dhënë me prova përgjigje kësaj pyetje. Emisioni Unico, nëpërmjet bashkëpunimit të vëllait të Martinit, bindën babai Nevzat Çeço që të bënte kërkesë për rikuperim të numrit që përdorte Martini nga kompania One. Numri që përdorte Martini ishte në pronësi të Nevzat Çeços. Me rikuperimin e numrit dhe dorëzimin e tij për të zbuluar të vërtetën në fillim të vitit 2023, arritëm që në pranitë të motrës së Martinit të hapnin profilet e Facebookut dhe të Instagramit që ishin loguar me atë numër. Ajo që zbuluam ishte tronditse. Martin Çeço kishte qenë në gjendje të rënduar emocionale dhe gjatë gjithë kohës u shkruante njerëzve të ndryshëm, kush kishte emrin Tina apo jo. Fjalin Tina u bëre e imja, nuk e dija. Disa prej tyre i kishin kthyer përgjigje dhe shumë prej tyre jo. Mes atyre që nuk i kishin kthyer përgjigje, rezulton se ishte edhe Tina Pajollari me profilet e shumta të saj. Por ajo që të bënte përshtypje ishte një bisedë me një shtetase, Tina Plepi, me të cilën kishte patur një telefonat prej 49 minutash në Messengerin e Facebookut gjatë pasditës në të ngrysur të datës 12 qershor. Tina Plepi është telefonuar Martini, shikoje, me datën 12/2022 7:17 PM të darkës. Është 48 minuta e 43 sekonda që ka zgjatur kjo telefonat. E kanë marrë dhe me video me datën 12 në orën 7:24 minuta. Është miset. Kjo është tjetra nga Tina Plepi 7:24.
Tina, 7:25, të du shumë, ti e jeta ime. Tina called you, në orën 7:33 të darkës, Klara. Kjo biseda ka zgjatë 6 minuta 18 sekonda, 7:33 PM. Tina called you, është që të ka telefonuar, e ka telefonuar Martinin, në orën 7:40 minuta, 3 minuta e 33 sekonda. Të dua jeta ime, ka shkruar më bëre të lumtur. I thot Martini këtu tani, pas kësaj. Ajo që ka ndodhur dhe që ne zbuluam është që në orën 7:56 të asaj dite, Martinin e kanë telefonuar me numër. Pas shumë hulumtimesh, zbuluam si dhe gjetëm Tina Plepin, një vajzë 31 vjeçare me adresë banimi të deklaruar në fshatin Sheqeras, që po jetonte tek i fijuari në Greqi prej shumë muajsh. Ajo, siç dhe e keni parë në emisionin Uniko të 16 janarit 2023, na pranoi se kishte folur me Martinin atë natë dhe sa i kërkonte Tina Pajollarin gjatë gjithë kohës dhe me insistim, pavarësisht se ajo, siç pretendon, po sqaronte se nuk kishte Tina Pajollari, por një tjetër Tina. Një mister i madh në raport me këtë ngjarje. Megjithse provat e faktet mund zbuloheshin se siç e shikoni, është një fshat i izoluar vetëm me një rrugë nga qyteti i Maliqit për të ardhur në drejtim të fshatit. Asnjë kamerë sigurie e sekuestruar në Maliq nuk ka fiksuar persona të dyshim. Ndërkohë pretendohet një rrugë tjetër, rrugë pa rrugë, që të gjithë banorët e Kolanecit, por dhe banorët e zonave përreth thonë se është tërësisht e pakalueshme. Dhe pikpyetja tjetër është përse prokuroria, dhe më konkretisht prokuroria e çështjes e cila është dorëhequr nga sistemi fill pasi çoi këtë çështje për gjykim dhe që po përballej me procesin e vettingut dhe për të mos u përballur edhe me procesin e vettingut dha dorëheqje nga sistemi. Dhe pyetja është përse Olivisi dhe 3 oficerët e policisë gjyqësore, e më konkretisht Klau Ogrenaj, Leonard Ndrekaj dhe Vangjush Mekshi, i mëshuan një versionin ngjarje pa prova dhe pa fakte. Në këtë emision ne do t'ju sjellim detaje të tjera nga kjo histori. Nuk do pretendojmë të zbardhim përtej çdo dyshimi të arsyeshëm vrasjen e Martin Çeços, por do t'ju sjellim prova të mjaftueshme se si oficerët e policisë gjyqësore sajuan dhe mashtruan për 2 telefonatat. Babai Martin Çeços ka thënë se ai ka folur atë natë me vajzën e byrektores, e cila është me emrin Tina Pajollari. Më pas ka folur me një person mashkull që bënte zërin si femër dhe që e kishte kërcënuar. Nga tabulate telefonike, rezulton që një vetëm telefonat është bërë, por jo në orën 23, siç ka deklaruar në polici Nevzat Çeços, se në media, në intervistën e parë që kemi marrë, ka deklaruar se ngjarja ka ndodhur në të ngrysur. Dhe një telefonat tjetër, siç është provuar pasi ne, me miratimin e motrës dhe të vllajt Martin Çeços, kemi hapur Facebook-un e tij, ka folur atë natë me një shtetase e cila nuk është Tina Pajollari, por është Tina Plepi.